Konver ka bërë diçka për ju personalisht apo e adhuron si udhëheq si Nuk ka bërë gjë veçantë, kishte sa do bënte veçantë. Po e kujtoj se i kohë gjatë e kemi bëroritur. Je simpatizant akoma. Po simpatizant, e ushqej. Si që thoshte Migjeni, e urrejmë shumë. Se zotri do të thot padron, në të gjitha gjuhët e votës. Në të gjitha, po të doni ju sjell shembuj. Për shembull, Gjermani ka kamerad, do të thot shok, herë do të thot zotni, herë shaft do të thot sundim. Rusi ka gospodin, tavarish, shok, gospodin, zotri, gospod, svo, sundim. Pra, të jesh zotni do të thot të jesh padron, prandaj Migjeni ynë thoshte, unë nuk dua të jem zotni. Ku shkojen vere në Moskë, ku shovetja bonit qarta, ne me ty shemim da karta, ligjera shoku enve, ligjera bilbiliona, marksizmin në shpetove, Shqiprinë në rova. S'kam fuqi bavë. Bje poshtë të gjitha jo balë që përpiqen të hedhin antikomunistët, që thonë se Enver Hoxha ishte i paditur, kur ai e ekspozoi diturinë e tij enciklopedike. Të antikomunistët duan Enver Hoxhën, pavarësisht se thonë ashtu. Ashtu? Sigurt. Po ç'të them? Ju jeni të sigurt për këtë? Jo, nuk mund të jemi sigurt. 11 prill i vitit 85 më kujton vdekjen e diktatorit Hoxha, njeriut më ekstremist, njeriut më harpagon që ka njoh brezat shqiptar. Nuk u dhe lufta e Enver Hoxhës poshtë. Sa ai është i pari që nuk u vodi njeri në udhëheqje, nuk u mori pasuri, nuk u dha të tjerëve që ishin në pushtet 40-50 vjet, nuk pasuroi njeri. Një për të gjithë ditë një parulla. Ka parullë më të madhe kjo? Të gjithë në sulm në prim në trekje të ishte Enver Hoxha. Se kush ka qenë Enver Hoxha, të hapim shkojmë gjeje civile. Ju lutem. Shikojmë sa vjet janë varros. Nga 44 deri në 90. Dhe sa janë varros, nga 90 deri 2003. Edhe tregon vetë se kush ka qenë Enver Hoxha. Plus se sa janë mbyt në det, që s'u dihet i kanë horë peshkaqen. Kjo është qeveri shkërdhatash, qeveri hajdutësh. Ato që bëm ne për 50 vjet, i shkatrun për 5 vjet. Ekziston një mendim dhe thonë... Jo, shkatrun, s'ka mendim. I ndërtuar brezi juaj... Po, brezi jo, i ndërtoj. Ndërtoj aq shumë se na lat me papunë sot. Prandaj pa punë se ndërtuat ju shumë. Atëre këndohe, kur flet Enveri dhe vendos partia, ngrihet për një herë gjithë Shqipëria. Kurse tani, kur lurin Sala, dridhe tosi dhe populli ty në kakallosi. Linde djale, rrite burë, sa që gjallë të hangrën. Pika. Pika. O pare dhe të hëngër të një dhe se e ke do biqin brënda. A ka në i lap këtore? Ja ku e ke lapi këtu. Kjo është një poezi e dal nga shpirti dhe zemrë e një shqiptari me të banë komtar shqiptar. Me origin gjëre kasrite. Moj partije punës që në nëzore në balë fortunës. Es në lenë mes të ullës, po në bërë herojt punës e të poplit shqiptar. Data 28-29, njëra është dita pamërsis, tjetër dita çlirimit kombëtar shqiptar. E jo si demokracia shqiptare që në nëzori lakuri qfare në sytë botës edhe të Europës mbarë, që pas ka qënë këkomi shqiptar. Me të meta e dopsi kombëtare në aspektin psikologjik, moral dhe estetik shqiptar, kombëtar dhe adhetar. Qohen vertha se në mori malli, tha. Qohë se anet po të vajton dhe,
ky populli i nderuar shqiptar me ta ban kombëtar, po të kërkonte. Ço e shive Shqipërinë që është bërë si halerin, që e bën këta zagarët klysht e Ramizelis. Të rroj në shekuj jeta dhe vepra e Enver Hoxhës. 11 prillit që kujton? 85-ës? Ditë që kjo? Palara, ma shqyqyr që vdiq. Kush? Shqyqyr që vdiq. Kush vdiq? Ai gangsteri Enver Hoxha. Shqyqyr që vdiq. Gangsteri Enver Hoxha, shqyqyr që vdiq. Shqyqyr që vdiq, shpëtuam. Shpëtuam edhe jemi gjallë. Në këtë ditë për kujtimore, do të recitoj dhe unë pak vargje nga vargjet e mia, po jam vetë autori. Ti gjithmonë do jesh e kuqe. Shqipëri mo e vrerosur, vit kusart e s'ke të sosur, cop duan të shesin dhe s'ke lestin të ta shesin. Shqit në Durrës, shqit në Vlorë, ca Rufjan dhe ca Horë, shqit Bispall pa Shaliman, haram e paqin paran. Pasurit madhe pun, me Sazan, Karaburun, populli në gremin e shpun, një lak në fyti vun. Shqipëri mo e vrerosur, ditë e mira ende se sosur, ti ke lindur e rritur trima, që s'përtejnë si vetë tima. Edhe qelit të pulldetin, do të mbajmë në amanetin, është amanetit parvetan, nuk e lëshojmë kollaj vatan. Klith me ndërnës del prej dheut, ku ja stërnipët e Skënderbeut. Nga Amerika qelit tërbuar, gjithë botën ka pushtuar. Shqipëri balë Floriri, bashkë me lule të labiri. Shqipëri buzë zeheri, kryezonjë të lajen veri. Ti ashtu do jesh për herë, të betojmi për Enver. Gjithmonë ti do jesh e kuqe, gjesa mbi dhe të mbin lulkuqe. Kujtojnë birët edhe besnik të kësaj Shqipërije, se e dojë në barbambetja Shqipërinë, i bërë me shkollë, i bërë me uzina, i bërë me fabrika dhe me hidro centrale, i the botës ndalt, Shqipërinë e drejtorëve tinët katrantë. Duke ikur ti, Shqipëria u shit, Shqipëria e traftuan, Shqipërinë po e pushtojnë shtetet e tjera. Populli shqiptar ka marrë botën duke qanë neve na Gjermania, në Danimarke të tjera, po bredhen me trasta. Qohuni proletarë të Shqipërisë dhe tërë botës, sepse po e pushtojnë anglo-amerikanët e traftarë dhe gjithë botës, këtë Shqipërinë e bardhë deri më sot. Qohuni shqiptarë e shikoni që birët e bitë tuaja po bredhen edhe po shesën lullë fare, edhe është degeneruar një pjesë e Shqipërisë në këta pushtetarë të brendshëm e të jatëshëm traftarë. Gjithmonë vazhdon të jesh i kuq. Ja, ekologjik. Ekologjik, po të shikoj të kuq brenda dhe jeshil jashtë. Shikoni këtu. Në zëmër je i kuq. E kuqe, dini çfarë simbolizon? Fenomenin Doppler fizo. Shkencëtari i madh amerikan zbuloi se rrezet infrat kuqe kanë aftësinë të drejtojnë gjithë universin. Për rrjedhoj duke hesur në një autostradë, oficeri rrugor e ndaloi, tha, pse nuk ndaluat, se ishte shenja e kuqe, edhe ky i tha, në shpejtësinë maksimale e kuqja kthehet në të gjelbërt. Mirë po, shkencëtari gënjeu se mbi 7 km në sekond kthehet e kuqja në të gjelbërt. Ne nuk jemi partije, jemi Partia Ekologjike Shqiptare. Jam kryetari i fondacionit Enver Hoxha, i fondacionit të parë në botë për një politikan, para fondacionit Gorbaçov. Pra, unë mendoj për kryeheroin ton Enver Hoxha, si që kanë popujt islam, një profet që quhet Muhammed, edhe kristianët, një profet që quhet Isa, ky është profeti i shqiptarizmit shqiptare. Pavarësisht nga njerëzit. Ja të bëj një buthi, unë ty tani që ta mbash mend. Që më kënaqe. Unë jam nga Vlora. Që të vish dhe të bësh homazhe mbi varrin e Enver Hoxhës, është të vijë demarkacionit midis shqiptarëve dhe anti-shqiptarëve. Është treguesi kryesor që je apo si je shqiptar në këto kushte kur bota ka filluar luftën e tretë botërore dhe Amerika po e glabron pjesë botën e përgjaku.
Prandaj ti thua shohin vero yllo dritë kishe gjithë mirësit dhe të tëra bukurit. Mendja jote mendje ndritur, gjithë bota ish habitur. S'ledh mikët i paqëruar, s'e komtot i padëshuar, mendjen të kanë lëvduar. Ha qofsh mirë dhe i pavdekshëm qoftë kujtimi tia. Se ne për Roxhën qajmë gjithë dhe gjithë natë nuk tashu. Vetëm të na ngjallësh edhe një herë. E din çfarë datë është sot? Sot? Sa ka data sot? E din? Sa ka data? 11 prill. Çfarë ka ndodhur 11 prill të vitit 1985? T'ja kujtoj unë? Ka vdekur Enveri? Po, ka vdekur Enver Hoxha. Ju nuk shkuat në Voreza? Jo, si gjithë. Kur sot? Sot, disa ka shkuar. Ne ishim sot në mëngjes atje. Ne ishim në lokal këtu. E festuat. Kurtoher, parti Enver, jemi gati Kurtoher, parti Enver, jemi gati Kurtoher, 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 parti Enver, jemi gati Kurtoher, Kurtoher, Kurtoher. Pasoja e rregullimit të pozicionit të Kosovës edhe të vendeve tona të 4 vilajetit është politika largpamse enveriane. Të gjithë këta çunat që janë në qeveri janë enveristë. Përndryshe nuk mund të shpjegohet. Edhe unë besoja të që thoni ju. Ja, këta tashti e kanë rregulluar në atë mënyrë sa kanë gjylëzu edhe imperializmin, edhe shovinizmin sa ata pranojnë bashkimin e 4 vilajetet tona. Po su bashkuan 4 vilajetet tona, ka thonë Enver Hoxha, s'ka pa qas Ballkani as Europa. Parlamentarët të zgjuar janë, prit mos më thuaj se janë të zgjuar. Janë të zgjuar, janë të zgjuar. Politika që lun Partia Socialiste, trashëgimtarja e Partisë Punës dhe Partisë Socialiste, është e shkëlqyer. Pavarësisht se ne nuk mund ta kuptojmë. Ne ekologjistët pranojmë çdo kryetar shteti, çdo kryetar qeverie që del nga miratimi i parlamentit ton. Ne duhet ta përkrahim qeverinë e Fatosnanës me gjitha kushtet, sepse ne nuk jemi në gjendje të bëjmë interferencë, ta kuptojmë a ka gabime, as ka gabime. Ai s'ka kur gabime. A e dini pse? Se porta e hekurt është gramoz rusi. Po, pozicioni që i largon ujrat e tepërta që shkarkojnë hidrocentrale. Ai është filtri i partisë? Ja, ai nuk është filtri i partisë. Ai është një lloj kryeredaktori korrektor. Censurën kush e bën parti? Nuk ka censurë partisë. S'ka censurë. Unë jam edhe kryetari i Fondacionit Ekolog të Thellë Rami Saipalia. Unë mendoj se të gjithë politikanët këtu janë aktor, por hipokritaj, jo hipokritaj që thot Greku, aktor. Pra, rolën kryesor e luan krye ekologu i thellë, edhe krye filozofi jonë shqiptar Rami Saipalia. Edhe një urra për Rami Saipalia. Të rroj sa malet. Parti Enver, jemi gati Kurtoher, parti Enver, jemi gati Kurtoher. Ja të pu dhe njerë, 2, 3, 4. Puta nga gjuhin. Dëgjoj, provojni puteni gjithë se që kënaqja. Ermi Shqipës o la fjanite, gjithë ka topu nga drite gjite, Enver Hoxha o tunja tjeta, Santo Male o Santo Shrepa, Ermi Shqipës o la fjanite, e ka topu nga drite gjite, Enver Hoxha e dure u shpatën, e një herë o kanë si patën, si o e shpatën që rrite vota, gjitha rrite o qenë vota, Enver Hoxha e tunja tjeta, Santo Mare o Santo Shrepa, Gjani Shqipës o larga rrite, e ka topu nga drite gjite. Parti Enver, jemi gati Kurtoher, parti Enver, jemi gati Kurtoher.